Programet e kategorisë së parë, destinuara për të gjithë publikun.
Shikues të televizionit News, jam këtu në fshatin Vaksinc, ku mbrapa meje si të shihni kam edhe vullnetarët dhe anëtarët e shoqatave të ndryshme të hiking, të cilët sot i ngjitën maleve për të ecur edhe në shtegun ku ka ecur vet Fadil Limani ose komandant Tigri. Kemi këtu pranë meje edhe një bashkëtar, është pjesë e kryesisë së shoqatës Besa në Çollopek. Desha të di si kalua sot dhe si ishte eksperienca. Shumë bukur, organizimi i bukur, masoviteti i bukur. Marshi ishte për nder të komandant Tigrit, kishte pjesëmarrës nga të gjithë trojet shqiptare nga Kosova, Maqedonia, Presheva, kishte bukur, ishte bukur. Koha me sa shoh se ishte pak e keqe fatkeqësisht. Sa ishte vështirë? Hiç, nuk ishte, ne jemi bashkëtar, jemi të mësuar për çdo kohë, nuk ishte kur një problem. Jemi të përgatitur. Ju personalisht për sa vite mireni me? Po ka disa vite, më them 10 vite jemi aktiv, pensionist jam për ndryshe, normalisht tash kemi gjetë hobi për moshën tonë.
Ne si televizion e vlerësojmë këtë që po bëni, sidomos për nder të Fadil Limanit, këtë që po sot është e mrekullueshme. Apeloj edhe të rinjve të marrën pjesë, se kjo është pikë së pari për shëndetin dhe në çdo libra shkruhet lëvizni sa më shumë lëvizni. Të gjithë njohin si mbreti i Sharit. Ashtu ma kanë thënë. Mbreti i Sharit. Këto bjeshkatarë ma kanë buat aty. Këtë kanë thënë nga bjeshkatarët. Si kaluat sot? Po sot bukur më thonë, me kurriz. A ishte vështirë pak shkaku i shiut? Shiu pak e vështirë, po mirë. Ju që sa kohë mireni vetë me... Unë 22 vjet ose 23 vjet çdo ditë jam më si sot. Ju lumt, më vjen shumë mirë që... Vetëm se në Sharën më shumë. Jam nga Tetova Sharën kam aty. E që si shpinë teme Sharit. Jam Avnidakun nga Gjilani. Nga Gjilani, ju jeni aktivist apo vullnetar? Jam aktivist i shoqatave bjeshkatare, po ka 2 vite që mirë me zakonisht me këto klubet e Maqedonisë. Si ishte për juve sot dita? Ishte një shtek shumë i lehtë, ndërrim të komandant Tigrit. Falë ti që jemi sot lirë, falë ti jemi lidhë gjithë emrin në ti sot i kemi bën këtë event, ishte shumë event i mirë edhe ishi lirish. A ke ndonjë mesazh për të rinj që dëshirojnë të bashkohen? Tikin prej shtëpisë në dalin mal. E vërtet shumë e mirë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, respekt. Jemi këtu bashkë me kryetarin e shoqatave të bashkëtarëve. Unë desha ti marr disa pyetje dhe të shohim se si ka kaluar kjo ditë për ta. Zotëri, si kaloi sot dita për juve? Po, sot në organizimin e shoqatës bjeshkatare alpiniste Karadaku u realizua marshi përkujtimor Fadil Limani, ish komandant Tigri. Edhe pse moti jo i përshtatshëm sa duhet, me qenë se gati se tërë ditën na kanë përcjell të rreshërat të shiut, mirë po motivi i madh dhe kështu që afërsisht 200 bjeshkatarë me sukses realizuan këtë marshë, duke pas parasysh se na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre gjithandej bjeshkatarë nga Lugina, Preshevës, Kosova dhe Maqedonia. Sa shoqata gjithsej ishin sot? Po të thëmë drejtën saksisht me numër, mas mirë do të dinë organizatori, po diku mbi 15 shoqata gjithsesi se po. Më vjen shumë mirë. Desha të di për shkakun e shiut, a ndërpret apo shkoi gjithçka deri në fund me sukses? Edhe pse në bazë standardeve të bjeshkatarisë, aktivitetet kur ka mot me shi mund të ndërpriten, mirë po kur kemi parasysh aktivitetet të këtilla, cilët kërkojnë një organizim shumë më të madh diku te 1 muaj ditë, do të thotë ekipi i shoqatës bjeshkatare Karadaku ka bërë gjitha përgatitjet dhe arsyeja do të thotë historike ose kombëtare nuk na ndal as shi as borë dhe as një farë kohë pa përshtatshme. Unë pata nderin të intervistoj disa nga vullnetarët të cilët ishin pjesë sot dhe pash që kaluan shumë mirë, si ndjeni ju për këtë gjë? Shkëlqyshëm, thash edhe pse moti jo i përshtatshëm, kemi kaluar një marsh për mrekulli. Faleminderit shumë, unë uroj që ju të vazhdoni këto angazhime dhe faleminderit për këtë që bëhet sot, është diçka vërtet e rëndësishme, sidomos për nder të komandantit. Ishte kënaqësi e jona që për nder të komandantit, do të thotë 24 vjetorit të rënies së tij, ne një numër do të thotë afërsisht 200 bjeshkatarë të shijojmë bukuritë natyrore ose të ecim ta përshkojmë shtegun pikërisht komandanti që i ka përshkuar do të thotë para 24 viteve kur ka ra dëshmor këtu. Dhe ndonjë mesazh për fund për angazhimet e tjera? Neve na presin angazhime në vazhdimsi, si Unioni Shoqatave Bjeshkatare kemi tash aktivitetin e radhës me 15 qershor në fshatin Korit, do thotë Gostivarit, ku shoqata bjeshkatare alpiniste Nivishta është një koqir i këtij organizimit, ndërsa organizimi bëhet për nder të përvjetorit të dytë të Unionit të shoqatave bjeshkatare shqiptare këtu në Maqedoni dhe përvjetorit të gjitha shoqatave anëtare të këtij unioni. Unë jam Menshir Misini, për shumica e njohur, po edhe për të vënjuzin, do të banori i fshatit Vaksinc, njëherit edhe antari i shoqatës bjeshkatare Karadaku. Sot siç e pat edhe ju vetë, moti nuk na shkoi për shtati, po ajo shka quhet shpirti dhe zemra bjeshkatarëve e realizuar me sukses. Koha pak si tam na nuk shkoi në tonë, po se ka pas paralajmërimi edhe nxënës të shkollës fillore Rilindja dhe fshati Stupçano Rizare Fajkonica. Po
nuk, si të thëmë se shkaku i kohës, nuk deshëm edhe të i bojmë pjesë këti marshi. Unë prapë pash që kishte shumë antarë dhe shumë shoqata të organizuara këtu, a ishte letë për juve ta menaxhoni këtë? Po, kur bëhet fjalë për figurën e Fadinimanit, besoj që s'ka koment, po. Edhe një gjë që them, se një pjesë e banorëve të fshatit Vaksinc, ish ushtar, invalid, bashkëvendas tonë, kanë shkuar edhe në Gjakove, dini në Gërgoc, ne si këshill organizativ, në mëngjes 21 apo 2 me minibus që kanë qenë, kemi dalë, kemi parcelë, kemi thonë gjitha shka duhet për rrugë, kanë shku edhe me makina private, kështu që ndi pjesë jemi nda. Uroj që ato të kanë kalu si jama mirë, se shpresoj që atë një kohë ju kanë bajtë. Po dhe juve si medium, po së qërisë zonjës Vlora, se ekipët i ka dhe në Gërgoc i ka dhe këtu. Faleminderit edhe juve personalisht gazetare.